në Itali, numri minimal i viteve dhe i viteve kontributive për të përfituar një pension është 20 vite, pra është më i lartë. Dhe duke qenë se shqiptarët në këto 30 vite kanë emigruar veçanërisht në fillim viteve 90, që ka qenë dhe valja më e madhe e migracionit, ka patur patjetër individ të cilët kishin vite punë kontributive në skemën shqiptare, por nuk plotësonin pjesën, le të themi, minimale, që ishte 15 vite, pra mund të kishte 14 vite punë dhe për një vit nuk arrinte dot që ta përfitonte dhe duhet priste marrjen përfitimin e pensionit social. Nga ana tjetër, e njëjta situatë dhe në Itali, mund të kishin punuar dhe kontribuar kundrejt skemës 90 vite, po marrim rastin më ekstrem. Në një marrëveshje të tillë, pra në kontekstin e kësaj marrëveshje, bëhet totalizimi i periudhave kontributive, që për efekt të llogaritjes së numrit viteve të pensioneve, në këtë rast do të ishte 33 vite. Dhe në prani të kësaj marrëveshje do të marri pensionin për periudhën kontributive në Shqipëri, pra për ekuivalentin e 14 viteve, dhe pensionin në Itali për ekuivalentin e 19 viteve. Që në mungesë të një marrëveshje do t'i humbte vitet e kontributeve qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri.